konstituimi kësaj radhe nuk bën të jetë sërish drejt edhe një shpërndarje të kuvendit dhe përsëri zgjedhjeve të parakoshme, të paarsyeshme, të panevojshme për qytetarët e të dëmshme për ekonominë. Andaj, i nderuari kryesues, zotëria Avni Dehari, kërkojmë kohë shtesë që t'u japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ju falemnderit. Me njëherë pas certifikimit të rezultateve, ne filluam takimet për konstituimin e institucioneve, e falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Bedri Hamzën për takimin, e falenderoj kryetarin e Lidhës Demokratike të Kosovës, zotëri Lumir Abdixhikun për takimet. Ato bisedime u pezulluan për shkak të zhvillimeve të brendshme në LDK. Rifillimi i bisedimeve u bë vetëm në këtë javë. Ne duam bisedime edhe me PDK-n, edhe me AOK-n. Ju lutem për qetësi. Refuzimi i tyre është i qartë. Zgjedhjet e 7 qershorit na u shkaktuan sepse në prill nuk u zgjodh presidenti. Ne duam të ecim përpara bashkërisht. Por na duhet dakordimi sa më i gjerë për presidentin unifikues, ashtu siç e kërkon kushtetueshmëria për të cilën u betuam sot.